Tani që u bëra 60 vjeç, po më duan më shumë zogun. Në kufirin e 60 vjetëve, shumë njerëz imagjinojnë një fazë të qetë, një ritëm të ngadalt, ndoshta një kthim më të shëndetshëm. Unë e imagjinova të njëjtin gjë, por jeta e njohur për ironinë e saj të mpret, kishte diçka krejtësisht tjetër për mua. U kthye në Shqipëri pas 35 vjetësh nga Italia, punë e rëndë fizike, kursime të vogla dhe një dëshirë e thellë për të kaluar pleqërinë në tokën ku linda. Bleva një shtëpi të vjetër në periferi të qytetit tim, me një obor të madh, dhe aty në mes të pemëve të vjetra ulliri vendosa të ndërtoj pishinën që gjithmonë kisha ëndërruar. Fëmijërit nuk e kuptuan. Baba, në moshën tënde, do të kujdesesh vetëm për të? A do të jesh në gjendje? Pyetje të shëndosha, të mbushura me shqetësim. Mund të jesh buzëqeshja. Kjo pishinë nuk ishte vetëm një xhep uji në tokë, ishte një simbol, ishte fakti që në moshën 60 vjeç unë ende kisha ëndra dhe forca për t'i realizuar ato. Fillova punën në pranverë. Gërmova me duart e mia, pyesja fëqinjët për këshilla, mësonte nga gabimet, kurseja para për materialet, ishte një proces i ngadalt, fizikisht i vështirë, por çdo ditë kur shija gropën të bëhej më thellë, forma merte, ndjeja një krenari të çuditshme. Ishte duke ndërtuar diçka, jo vetëm për veten time, por edhe për të tjerët. Më shumë se gjysma e punëve e bëra vetë, por kur erdhi momenti për instalimin e tubave dhe sistemit të filtrave, thira një ndihmë. Artin, djali i mikut tim të vjetër të shkollës, një djalë i ri me energji të pafundme dhe durim të madh. Arti duket se e kuptoi menjëherë se çfarë përfaqësonte ky projekt për mua. Ai punonte me respekt, por edhe me një galm të fshehtë për të parë përfundimin. Dita e parë kur mbusha pishinën me ujë ishte një ditë feste e vogël private. Uji i ftohtë nga tubacioni i kishte një shkëlqim të kaltër në diell. Unë u ula në buzë. Lëvoza këmbët në ujë dhe ndjeva një gëzim të pastër dhe të rrallë sa qau pak. Kishte kaluar gjysmë shekulli duke punuar për të tjerët, duke u përshtatur, duke u përballuar me mangësi. Tani kisha krijuar diçka të bukur, vetëm për kënaqësinë time. Por ky gëzim privat nuk zgjati vetëm për mua. Fëmia i parë që erdhi ishte Kleça e fëqinjit, Elena, 8 vjetësh. Duke parë nga gardi me sytë e mëdhenj kafe, a mund të notoj xhaxha? Pyeti me zë të qetë. Se ka menduar kur, pishina ime private, por pamja e saj e ndrojtur më preku. Sigurisht thash. Por thirr prindrit të flasim së pari. Nga ajo ditë u bë një traditë. Çdo të shtunë dhe të diel pas dite obori im mbushej me zhurmën e fëmijëve. Fëqinjët erdhën me falënderime, me fruta nga kopshti i tyre, me oferta për të ndihmuar në pastrimin. Pishina nuk ishte më vetëm imja, ishte edhe e gjithë lagjes. Dhe pastaj erdhën të rriturit, nëna e Elenës, Anila, një grua e re, Eve, erdhi një mbrëmje pasi fëmijët u lanë, duke kërkuar lejë për të notuar pak me qetësi. Pastaj erdhi baba i vjetër i Anilës, Zyberi, 78 vjeç, me dhimbje në kyçe, i cili u tha që uji do t'i bënte mirë. Ai filloi të vijë çdo mëngjes duke notuar ngadalë, rreth pas rrethi dhe pas tij ndihej më i lirë dhe më i drejtë. Pishina ime u bë një lloj qendre sociale e pa parashikuar. Njerëzit që ishin fëqinj për vite, por që asnjëherë nuk ishin biseduar thellë, tani ndanin të njëjtin ujë, të njëjtin qetësi, të njëjtin dëfrim, të thjeshtë. Kishin festa të vogla, barbekue, secili sillte diçka. Kishin mbrëmje kur rinin thjesht duke parë yjet, me këmbët në ujë duke ndarë histori. Problemet sigurisht erdhën. Fatura e ujit u rrit në mënyrë dramatike. Dështoi një pompë, një fëmijë thahet pak dhe u tremb. Por çdo herë kur mendoja se mund të ishte tepër, dikush ndërhynte. Arti riparoi pompën, pa asnjë kosto. Fëmijët hollën para për një sistem më ekonomik filtrani. Nëna e fëmijës që u tremb solli një byrek të madh dhe një falënderim të thellë, duke thënë: "Tani e di se ku është fëmia im dhe se po argëtohet në rrugën e duhur. Tani 2 vjet më vonë, pishina është zemra e oborit tim dhe në një farmase e lagjes son të vogël. Fëmijët kanë mësuar të notojnë në të moshuarit gjejnë lehtësinë fizik dhe shoqëri, të rriturit gjejnë një çast qetësie nga rrëmuja e jetës. Dhe unë kam gjetur diçka që kurrë nuk e prisja në këtë moshë, një qëllim të ri, një ndjenjë të thellë përkatësie dhe një
rrihet mbështetës të njerëzve që vërtet u kujdesen. Më pyesin shpesh, a ja vlen puna? A nuk ishte shumë për një njeri në moshën tënde? Unë tregoj për mbrëmjen e kaluar, kur Zyberi më tregoj për jetën e tij, si punonjë si ri në uzinë në kohën e komunizmit, ndërsa fëmijët notonin rreth nesh duke qeshur. Tregoj për Anilën, që tani e quan shtëpinë time vendin e qetësisë së saj. Tregoj për Artin, i cili filloi një biznes të vogël mirëmbajtje peshinash fal përvojës që fitoi këtu. Kështu që po ja vlen çdo mundim, sepse në moshën 60 vjeçe e kuptova që peshina nuk ishte kur vetëm për not, ishte për lidhjen, ishte për komunitetin, ishte për të kujtuar se pavarësisht nga mosha, ne mund të jemi ende burimi i gëzimit, burimi i bashkimit dhe më e rëndësishmja, burimi i ujit të freskët në një lagje që pa e ditur kishte etje për të. Historitë më të mira ndoshta nuk janë ato që ne i shkruajmë vetë, por ato që jeta shkruan rreth nesh, kur ne vetëm ofrojmë hapësirën dhe ndoshta pak ujë.